është një mundësi e artë. Tash na kthej shumë mirë. Është një mundësi e artë e cila ta ofron një mundësi për me vepru, për me zhvillu. Kështu që njeriu aq sa ka edhe do thotë shpenzon. Po në ditët e sodit Exxon është bo diçka interesante sepse shumica njerëzve po jetojnë për njëri tjetrin. Po e shfaqin atë luksin me tonë thojzat të ram ose me shit mend. Kështu që sot nuk po pajtona me këtë jetë, ndoshta edhe te unë ndodh, po përdesa unë e punoj, edhe përdesa e kaloj gjysmën e ditës duke punu, atëherë pse mos më bëni luks, pse mos më ofru vetës një gjatë që ndoshta nuk e kum pas në të kalumën e tash ja mundsoj vetës, kështu që kjo është e gjitha. Fakt, bafte te profilit ti merresh me muzikë, e ke biznesin tënd dhe punojnë gjatë gjithë kohës, edhe normal që janë çado të mira që i fiton vet. A mendon që është më e vështirë tash te kjo pjesa paragjykimit të famrave, se shpesh kur e shohim një famën me një çantë më të shtrajt ose me një outfit më të shtrajt, ku ta di çfarë do që ka, ndoshta paragjykohet më shumë se sa më shkoj çështë kjo çështë. Kur kam pas intervistat në kalume ose kur kam dalë me një lokal, kur kam dalë në rrugë, do thot kam pas një çantë shtrejt ose kam pas një makinë shtrejt, shumë herë jam paragjykuar, shumë herë kam pas komente fyse, komente bullizuese, sepse ndoshta gabimi jam që ndoshta në intervista ose dikon nuk e kam cek që unë kam bizneset mia, punoj, kam kry shkollë për më kohën këtu ku jam, kështu që faleminderit në fund i thon vetës edhe askujt tjetër, sepse gjithë jemi dëshmitar ditëve sotit që shumica për femnave varen nga dikush tjetër, kështu që baftja punon për me pas një luks dhe një jetë më të mirë. Po tash gjenerale, api bjen bate që femnat edhe po paragjykohen më ndej për çat jetën e mirë, për luksin që... Po paragjykohen për shkak që po e shfaqin në rrjetet sociale një jetë të rame. Shumica shkojnë pushime për me bo foto, nuk shkojnë për me shiju momentin, për me shiju vendin, po shkojnë veç për me vendos një foto që jam qëto. Do thotë mu më ka ndodhë, më ka rastis rast